Thellohet deficiti tregtar në vend duke postuar një rritje me 5.1% në krahasim me vitin 2011. Në një konferencë për shtyp, specialistja e tregtisë me jashtë Alma Mezini deklaroi se në krahasim me një vit më parë, eksportet kanë postuar një ulje me 1.4%, ndërkohë që nga ana tjetër importet kanë postuar rritje, duke ndikuar kështu në përkeqësimin e bilancit tregtar në vend. Deficiti tregtar këtë muaj është 27 miliard lekë, duke shënuar një rritje prej 24% krahasuar me muajin paraardhës dhe një rritje 5.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2011. Në muajin mars të vitit 2012 janë eksportuar 17 miliard lekë mallra, me rritje 10.2% krahasuar me shkurtin e vitit 2012 dhe ulje 1.4% krahasuar me marsin e vitit 2011. U importuan 24 miliard lekë mallra me rritje 18.4% krahasuar me shkurtin e vitit 2012 dhe rritje 2.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2011. Të dhënat e Instat forcojnë kështu deklaratën e guvernatorit Fullani të dhënë pak ditë më parë, sipas të cilit eksportet janë reduktuar ndjeshëm gjatë vitit 2012, duke ndikuar në thellimin e deficitit tregtar. Ndërkohë në kuadër të përafrimit me standardet europiane të statistikave, Instat ka përmirësuar metodologjinë e përpunimit të statistikave.